Mi vajzë, nuk do të mësojmë profesionin ty. Nuk thash nuk do ta bëjmë. Por duhet të vërtetojmë burimin e informacionit, pastaj ta bëjmë. Edhe për këtë duhen disa burime. Të gjitha këto që të thash I kam. Tani po përgatis edhe teksti për kronikën. Dhe liqeni është toka ime ku ata duan ndërtu. Mendohesh se kujt mund të interesonte të ishte qafe blerimi. Kush ishte robi I fundit që e takoj? Ja ku I ke përgjigje. Lajmin më të mirë për tenderin më të madh bashkisë ja u jep konkurrencës. Edhe unë nuk arrita e kuptoj. Ky është kulmi. Kur filluam punë këtu na the se do të nxirnim ato që ne donim, që nuk do kishim asnjë censurim. Ai bëri që krejtësisht e patolerueshme. Edhe mendoj se rrugtimi unë mbyllet këtu. Kishte kamera përballë shtëpisë. Ato të rrugës kryesore I ke këtu. Mira. Raporti mjeku ligjor që vërteton se blerimi nuk ka vdekur nga shkaqe natyrore. Po zot. Prit se ka akoma. Këto janë pamjet në kamera sigurisë të shtëpisë blerimit. Jacqueline ishte personi I fundit që e ka takuar. Po. Unë mendoj se ka edhe të tjerë. Mungojnë pamje. Shikon ora, mungon. Data. Janë disa copa që mungojnë. Edhe pamjet nga kamera kryesore e shtëpisë ti mungojnë. Dikujt I ka interesuar të zhdu këto pamje. Edhe unë do ta nxjerr. Jo, nuk mund ta nxjerrim. Nuk mund të akuzojmë direkt njëri sepse nuk e vërtetojmë dot, ha, ne? Kishe pushuar Gentiana nga puna? I bërisht absurd. Liria e fjalës, autoriteti, gazetari, pavarësia jonë, gjitha të fjalë. Elva, shiko, unë do të nxjerrë raportin, por ajo nxjerr mua. E vendos unë të redaksi, kur del një raport apo ja? Nuk u bëm gjithë si këm të dhis. Me nuk e ke luksin të pushosh. Është e pazovendësueshme. Është e vetmja që ka informacione këtë bashkim.
Gati? Atë lutem, se jemi vonë. E nisim nga këtu. Ok? Misteri i vdekjes së Blerimit le ende pa gjumë politikën dhe drejtësinë shqiptare. Deri më tani, as organi i prokurorisë dhe as ai i policisë nuk kanë lëvizur fare për të zbardhur arsyet e vdekjes së deputetit Zani. Nga burimet tona, sipas raportit mjekoligjor, deputeti Zani ka ndërruar jetë pas një ataku kardiak. Sipas analizave, rezulton se në gjakun e tij janë gjetur gjurmë të verës që ka konsumuar, si edhe të një substance të ngjashme me Viagrën. Lind pyetja: a ka qenë i vetëm deputeti Zani në momentin e fundit të jetës? Në raportin e prokurorisë nuk përmendet asnjë shishe verë, dhe po sipas këtij raporti, deputeti Zani ka vdekur si pasojë e konsumimit të një substance të ngjashme me Viagrën. Ka qenë apo jo natyrale vdekja e deputetit Zani? Kujt do t'i interesonte vdekja e tij? Janë të gjitha pyetje që organi i prokurorisë duhet t'i jap sa më shpejt përgjigje. Jacqueline? Faleminderit shumë që erdhe. Kam nevojë për ndihmën tënde. Se po shkon puna, kam frikë se kjo histori nuk mund të fshihet më. U tha për mua dje se kam qenë unë Karemi, por nuk kam asnjë lidhje fare. Atë ditë e kishim lënë për t'u parë, por ai më telefonoi dhe më tha për ta shtyrë sepse duhet të takonte dikën me rëndësi. Nuk e di kush ishte, por di që me të është takuar pak para se të shkoja unë. Me këtë person, kishte arritur një marrëveshje që do t'i hapte një perspektivë. Të paktën kështu më tha dhe ishte shumë i lumtur, shumë i gëzuar. Ai ka qenë personi i parafundit që ka takuar. Jam e sigurt që nëse hapen kamerat e sigurisë, aty do të zbulohet dhe e vërteta. Të lutem këmbgul të shikosh se kush është ai person. Po nga e di ti që ai person ka qenë në shtëpi? E di, sepse i kishte bërë një dhuratë shumë të veçantë. Një shishe verë rreth, mendoj 50 vite të vjetër. Të pyeta, Jacqueline. Pyeta drejtëmore, të pyeta për verën, për oraret, për gjithçka tjetër, të pyeta. Ka ta dija unë, Elva, që ishte kaq e rëndësishme. Ka ta dija unë. Ku i di unë këto gjëra? Unë vetëm kur pash kronikën tënde e kuptova rëndësinë. Ata duan ma fusin, Elva, po unë nuk kam asnjë lidhje me vdekjen e tij. Të lutem më ndihmo. A piva ai nga jo vera? Po, e pivu pothuajse të gjithë. Unë piva shumë pak. Pastaj më shkova në tualet. Edhe kur u ktheva, i gjeta në kushin. Vera ishte në tavolinë. Po, se unë e lash aty. Mora vetëm gotën time, edhe kam përshtypjen se policia ose prokuroria duhet ta kenë atë shishe. Ajo duhet jetë prova. Ti pastaj çfarë bëre? Pastaj i kam e vrap. Çfarë unë isha i tmerruar.
Në çfarë ore ike? Po më torturove, të lutem. Jacqueline. Blerimi ka vdekur rreth orës 22:30. Më duhet të di, ka vdekur përpara apo pasi ke ikur ti? Besoj se ai vdiq direkt. Unë kujtova se po bënte shaka. I thirra, i mata pulsin, unë kujtova se po bënte shaka. Ai nuk po jepte asnjë shenjë, pastaj unë u terrorizova dhe i kam e vrapësh nata më e keqe që kam kaluar në jetën time. Po ambulancën pse se thirrën? Po kishte vdekur, Elva, pse nuk e kupton, pse nuk e merr vesh që kishte vdekur. Nuk mund të bëja dot asgjë. Kisha shumë frikë, unë nuk duhet isha aty. Pse nuk e kupton drejta ha? Pse i nxore? Nuk e kishim lënë kështu. Po t'ishe përgjigjur në telefon do t'ishe marrë vesh. Mirë, po isha unë përgjegjës aty. Ata e din që mund të kem lënë unë ty e brenda. Qetëso, se mund t'i ketë se prokuroria, qetëso. Zonja Boga, vini pak lutem. Adrama. Donim të bonim 2-3 pyetje rreth dinamikës së ngjarjeve. A vutë re ndonjë gjë të çuditshme nga jashtë kur po ktheheshit në shtëpi? Jo. Keni patur konflikt me dikë? Jo. Po them diçka që mund të ketë lidhje me punën tuaj. Jo. Mbase kjo mund të jetë arsye që kanë qelluar. Nuk mund ta di këtë. Këta e dini ju. Me kë ishit? Kur? Çfarë? Para se ndodhte.
Vetëm. Unë jetoj vetëm. Mirë, më duhet ju them që për disa ditë nuk mund të rini këtu. Do t'ju njoftojmë neve ku mund të ktheheni. E di. Keni ndonjë vend të sigurt ku mund të shkoni? Do e gjej. Nuk është ashtu siç më mundi. Nuk kisha çfarë të bëja atë që jam mori. Nuk është momenti tani. Mirë, si e? Ti si ke qenë? Po ju thash, prisi për jashtë. Ju lutem, nuk është ky moment. Po ka tani, ju thash, ka një moment tjetër. Ju lutem. E kuptoni gjë besoj. Faleminderit. Alo. Përshëndetje. Po. Jam punonjës e sigurisë Kristajit. Po me thash që s'është nevojë. Pa me rak, ju vazhdoni punën tuaja, do jemi pa dukshëm. Ju kam nisur numrin tim telefon, që ta keni në çdo rast. Unë po iki pra. Jo. Ti për kisa qënë se u shumë rëzë. Jo, se jam mësuar s'ka. Qënë. Ja, po e bedoni, po. E ke këtu këtu? Po.
Për jetën, goca. A të tha Gjeberti ty për mua? Jo vetëm ato që thash për Blerimin. Asnjëherë s'm ka pas qef. Pas unë. Unë nuk kam qenë dakord që e trinte me Blerimin. Besoj ishte pika time e dobët në publik. Po ndoshta edhe më e fortë. Kreativit e zgjedhjet. Mendon se ka ndërhyrë Blerimi për të nxjerrë Bertën nga burgu? Ndoshta ka dashur të jap mesazh dikujt. Kujt? Sali. Blerimi po përgatiste rikthimin e tij të madh në politikë. Kjo dikujt nuk e intereson. Është komplikuar, nuk di çfarë të them. Kush mendon se ka bërë atentatin? Nuk e di. Mund të ketë qenë Berti. Mbase. Nuk e di. Së mbajmë ambjën atje. Hajde mësu. Që pare pa Zhartanin të lëkundur. Ke folur ti me atë për mua? Po? E thash që e pas e rëndësueshme. Qa thaj? Çfarë të thoshte? Atë mua më duke lëkund. Më tha i tuta. Pa i nuk donte që unë të nxirja se lajm. Kisha bukletuar gjitha. Ti mendon që kam tepruar? Pak, po. Nuk e di, edhe nëse kthehem, kam frikë se nuk do më lejoj më të merrem me bashki. Nuk e di, duhet ta vëmë provë. Le ta shohim. Varet sa thellë ke shkuar, çfarë intereson. Po e di që e lodhur, po nëse se të intereson, unë ta tregoj. Me s'do flem. Si të tha Berti? Ndiq parat. Jam e sigurt që ai di diçka më tepër. Banorët e liçenit janë nxjerrë nga shtëpitë e tyre me një shkresë që nuk ka as numër protokolli, as firmë, as bul. Së dyti, ata banorë janë nxjerrë nga bashkia përpara se të shpallej fituesi i tenderit. Dhe së treti, asnjëri prej tyre nuk është në dieni për dëmshpërblimin që do të marrë. Të treja këto janë në kundërshti të plot me ligjin. Tani vim në pjesën më të bukur.
Dy janë kompanitë që kanë marrë pjesë në tender. Best of Construction dhe Red Construction. Best of Construction është kompania fituese. Kjo kompani ka për administratore një modele, këtë vajzën që shihni këtu, quhet Angela Meta. Kjo kompani është krijuar vetëm një muaj përpara shpalljes së tenderit. Gjithashtu, pretendon se është si motër me një kompani në Amerikë të regjistruar në Panama. Unë kam kontaktuar dhe me të gjitha institucionet atje dhe nuk janë në dieni. Kompania e dytë, Red Construction, që pretendohet se është në konkurim me të parën. Ka si steli një apartament në të cilin jeton kjo zonja. E kam takuar, është një zonjë e vetmuar, djalin e saj, ja ky është që shihni këtu, quhet përparim Sefa, jeton në Itali dhe është pronari i apartamentit atje. As këta nuk janë fare ndjenit gjithës kësaj. Edhe kjo, si kompania e parë, është krijuar një muaj përpara tenderit. Tani, vim tek bashkia, tek Basiani. Të gjitha ndërtesat që pretendohet të ndërtohen te projekti liçenit nuk e kalojnë shumën e 47 milion euro. Këtë informacion e kanë nxjerrë disa miq të mi që janë ekspertë, ndërsa vetë bashkia ka shpallur shumën që ju e shikoni këtu, 101.5 milion euro. Me të drejtë lind pyetja, ku shkojnë këto lekë? Natyrisht te Angela. Këtë thënë unë. Edhe këtu kam mbetur tek Angela. Kush fshihet brapa kësaj? Pra e gjithë kjo bëhet për projektin e liçenit. Unë kam certifikatën e punësisë. Më ka thënë Berti. Ai pretendon që tokat atje janë tia, janë punësi ti. Ke verifikuar? Unë kam nxjerrë vetëm këtë, që është e shënuar në hartë se kush janë, çai përket Bertit. Më shumë s'kam patur kohë. Por ai thotë që është në pronësi ti. Ky është një projekt që e ka pas blerimi para 2 vjetësh bashkë me Kristaqen, projektin e liçenit. Pikërisht kjo një. Ishte i përfshirë dhe Berti. Tani të njëjtin projekt po e bën Basiani. Blerimi ka vdekur. Berti ka pretendime. To patjetër ka një lidhje. Deri ku ke shku me Bertin? Edhe Berti. Dua të them deri ku mund ta pyesësh, sa t'jep, sa informacion t'jep. Kam lidhje me Bertin. Nina? Nina? Je mirë? Po, mirë jam. Hape pak derën të lutem. Nuk kisha zgjidhje tjetër. Isha shqytur në borxhe. Babin po ikte oksigjeni. Se është babi tani? Është spital. E kisha thënë Artani disa herë, edhe më thoshte prit.
Nuk kisha asnjë lek, nuk kisha lek as për ilaçe. Nuk kam asnjë tjetër, është i vetmi që më ka mbetur. Lutem qetëso. Edhe unë të njëjtën gjë do kisha bërë. Liria ka kosto, goca. Në ky vend nuk i meriton kostot tona. Babi ka bërë çdo gjë për mua. Ka sakrifikuar çdo gjë. Mami na ka lënë që kur isha vogël fare. Mendoj se ende se kam kaluar humbin e saj. Tani si është babi? Në spital është. Berti më ka ndihmuar që ta çoj në një spital privat. Po rri atje. Bert Velën? Mire bëre. Kostot. Ky vend nuk i meriton kostot tonë. Gjithsesi bëj kujdes. Berti është një vijë rreziksh. Mos u dashuro me të. I ke mbajtur kostot. Jo pa dhimbje. Je penduar. Shumë vonë për të penduar. Ke dashur ndonjëherë ti? Edhe kam dashur. Se di pse më dukesh si njeri që s'dashuron dot. Shansi ka kjo. Herë tuam, herë në tuam. Mua më duket se nuk më ka dashur asnjëri në këtë jetë. Pse? Ande ajo që më ka bërë kokë. Ma trahime, thot. Ajo të ka bërë kokën. Mama tuar gjithmonë. Mami mu dashurua me një djalë me biografi të keqe. Tante tikte me të, po natyrisht s'ja doli. U martua me të matë. I matë e deshi shumë. Po ajo, paktën shumë është duke mua. Ajo gjithë jetën më ka parë si pengesë për dashurinë e saj të madhe. Babi është i vetmi njeri që më ka dashur këtë jetë. Dhe unë do kisha bërë të njëjtin gjë për ti matë. Ti dukesh si njeri që s'ke bërë ndonjëherë kompromise. Kam bërë. Hajde ma kam bajtur, po kam bërë. Gëzuar. E paksuar. Për kostot. Për kostot.
Kostat. Hajde, njësë më to. Shpejt, ina. Këtu do shkoni ju dy. Më shpejt, ju lutem, më shpejt. Më shpejt, ina. Jam mëngjes. Po ku je, më pse ka i bën? Hajde zo. Edhe hapet mu telefoni se më çmendet. Çfarë është kjo? Hape. Investigim e vitit. Projekti liçenit. Që do bësh? Do e marrësh? Do ta marr. Patjetër do ta marr. Më thuaj çfarë duhet. Më duhet kohë, para, e Gentiana natyrisht. Dakor, do t'i kesh. Fillo me njëherë në punë. Okej. Hajde të më të marrësh.